Po kisha dosh më ndolte çështja e martesave brenda në qelit Ballkanas që është, asnjëherë, as nuk thëm, as nuk e motivoj kurse si, edhe nuk më kuptu çysh mundet një shqiptare mu martu me një serb. Kjo është një temë shumë serioze. Sepse për shembull Zënja Iqballi e përdori këtë asimilimin në kohën e Enver Hoxhës. Ato janë serbe në realitet. Veç janë këtë origjinës vetë. Na duhet me punu shumë këtë drejtim, duhet me punu shumë si psikologja, si hoxha, si pritje. Për shkak se ka dallim e martesa e një muslimanit me një katolike shqiptare dhe martesa e muslimanit me një serbe. Na kemi rastet serbeve që kanë ardhur këtu në Kosovë, janë martu, po t'jeni të bindur ku ka ndodhur lufta, ka ndodhur ato përçarje. Sikur që kemi rastin në Bosnjë, muslimanët me serbet. Prandaj një person, një shtet, një regjim që prej 1844-s ka punu me akademik, me profesor për me zhbukit popull. Unë të më thëmë, nuk mu me kuptuar... Sepse nuk ka të bëj këtu vetëm feja, pastaj është atë dashuria. Nuk mundet me pas dashuria... Diçka që është shumë primore, ndoshta si pas një që kam një uri në... Pra po them, ata na kanë bytë fëmijë, nuk mundet më kryu një dashuri vetëm qysh mund me ndodhë kjo dashuri. Vetëm nëse atë në shtëpi, ka pos, unë i kërkoj falje dhe audiencës, po nuk mundet me ndodhë një dashuri e një vajzës shqiptare, vetëm se në atë shtëpi ka pos ose shpion, ose ut bosha, ose ka pos njës që e kam pos lakmi, ramën murin e tash. Nuk mundi me paragjyku. Iderum, që ta fëmijët e qatë Nuk mundi me paragjyku as psikologja si thasju. Jënë martunë, së e di e krejt kanë bukë familje, edhe kanë drumbi emrat krejt, por mas më identifikuan. Nuk është terë, ende gjaku nuk është Ana knena i na masakru. Që kjo është e para, nuk ka këtë temë që tash një zotë mëse bu marrë djallja me mpytu martu me sërbe, unë nuk më me ndalë, po ndashtë nuk i shkoj. Prandaj, nuk më me kuptu, 20 migra, zonja Auduti, vetëm pak, 20 migra, jënë dhunu nga qëta sërbë. Shqipëria e Dirama, gjitha ta duhet mi kushturën si kësaj, edhe pse Dirama nuk e ka këtë problem. Zotëri, me të thashat janë asimiluat, janë sërbe, ortodokse, vetëm kanë ardhë në ven. Në ven, ju shkoni këshunin Sërbi, i thot naj kemi pas fen ortodokse. A nëse shkojmë për... Zënja Auduti, kur flasim për shambull... Komësi tjera është okej. Veç kur flasim për shambull, nuk flasim vetëm për fejnë.